Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 18 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjen më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 18 dhjetori është dita 352 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 13 ditë. Lindje 1878. Lindi Josef Stalin, politikan rus. 1913. Lindi Willy Brandt, politikan gjerman dhe kancelari i Gjermanisë nga 1969 deri 1974. 1980. Lindi Christina Aguilera, këngëtare amerikane. Vdekje 1737. Vdiq Antonio Stradivari, prodhues italian i violinave. 1803. Vdiq Johann Gottfried Herder, letrar gjerman. 1980. Vdiq Dortisa Kreseric, shkrimtar kroat. 1981. Vrau veten kryeministri i Shqipërisë Mehmet Sheu. 2013. Vdiq Fatos Sela, aktor i teatrit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Josef Stalin, i cili ka qenë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Josif Vissarionovich Stalin lindi në 6 dhjetor 1878, vdiq më 5 mars 1953. Ishte një udhëheqës i Bashkimit Sovjetik nga mesi i viteve 1920 deri në vdekjen e tij në vitin 1953, duke mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Ai ishte efektivisht diktator i shtetit. Stalini ishte një nga 7 anëtarë të byrosë së parë politike, e themeluar në vitin 1917 për të menaxhuar revolucionin bolshevik, së bashku me Leninin, Zinovjevin, Kamenjevin, Trotskin, Sokolnikovin dhe Burbovnin. Midis revolucionarëve bolshevik që morën pjesë në revolucionin rus të 1917, Stalin u emëruar sekretari i përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë në 1922. Ai më pas arriti të konsolidojë pushtetin pas vdekjes së Leninit në vitin 1924, duke zgjeruar funksionet e rolit të tij dhe duke eliminuar çdo opozit. Ai mbeti sekretari i përgjithshëm derisa u hoq në vitin 1952, njëkohësisht duke shërbyer si kryeministër i Bashkimit Sovjetik nga viti 1941 e më pas. Në studimin e Stalinit, koncepti leninist i socializmit në një vend të vetëm u bë një parim qendror i shoqërisë sovjetike, në kundërshtim me pikpamjen e Leon Trotskit, që socializmi duhet të përhapet përmes revolucioneve të vazhdueshme ndërkombëtare. Ai zbatoi një politikë ekonomike shumë të centralizuar të komandës, duke filluar një periudhë të industrializimit dhe kolektivizimit që rezultoi në transformimin e shpejtë të BRSS-s nga një shoqëri agrare në një fuqi industriale. Megjithatë, ndryshimet ekonomike u shoqëruan me burgosin e zhdukjen dhe internimin e milionave njerëzve në kampet e punës të quajtur Gulav. Stalini doli fitimtar në luftën e dytë botërore, por shteti sovjetik u dëmtua shumë dhe pas luftës ekzekutoi shumë heronj. Më vonë ai vendosi një regjim terrori. Stalini vdiq në disa rrethana misterioze dhe pushtetin e mori Nikita Khrushchev. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për Valentinon. A e dini se si u themelua Valentino? Valentino është një shtëpi modus luksoze italiane themeluar në vitin 1960 ka Valentino Gravani dhe pjesë e Valentino Fashion Group, që nga viti 2008 drejtor kreativ është Pierpaolo Piccoli, së bashku me Maria Grazia Ciuri që nga viti 2008 deri në vitin 2016. Selia e kompanisë është në Milano, ndërsa drejtimi kreativ është në Rom. Licenca Valentino Beauty mbahet nga L'Oreal.
Valentino u themelua në vitin 1960 kur karavani hapi një shtëpi mode në Via Condotti në Rom të Italisë, me mbështetjen e babait të tij dhe bashkëpunëtori i babait të tij, Giancarlo Giametti. Debutimi ndërkombëtar i Valentinos u zhvillua në vitin 1962 në Firenze, kryeqyteti i modës italiane i kohës. Valentino fitoi popularitet në vitin 1967 pasi publikoi koleksionin e tyre pangjyr, i cili përbëhej nga veshje të bardha, bezh dhe filishi. Koleksioni nuk përdori asnjë model psikodelik dhe dizajni përdorur zakonisht gjatë asaj kohe. Logoja Vogue prezantua gjithashtu nga vitet pasuese. Logoja Vogue prezantua gjithashtu në vitet pasuese pasi marka u zgjerua në New York dhe Rom, pasi organizoi shfaqjen e parë të veshjeve për meshkuj Valentino në 1985 në javën e modës në Milano. Valentino gjithashtu veçanërisht ka dizajnuar fustane në syrie për Elizabeth Taylor, Anne Hathaway, princeshën Madeline të Suedis dhe Nicola Petsofi, Hunter Courtney Cox dhe Jennifer Lopez. Në vitin 1998 karavani dhe Giametti e shitën kompaninë për rreth $300 milion. Një konglomerat italian i kontrolluar bisërisht nga indjeri Gianni Angeli, kreu i Fiatit. HDP vendosi që Valentino brenda së njëjtës njësi prodhuese nga veshjet Gfitinet dhe së bashku me prodhuesin e veshjeve sportive Fila. Në vitin 2001, opera Një fundi i kontrolluar nga firma e bijuterive në Rom, Bulgari, filloi bisedimet për të blerë Valentinon, por u tërhoq pasi nuk u mund të bie dakord për një çmim. Në vitin 2002, Valentino me të ardhura për më shumë se $180 milion u shet nga HDP tek Marzotto Apple, një tekstil me bazë në Milano për $210 milion. U përfol se HDP ishte pak kënaqur me shpenzimet personale të karavani dhe Giametti, që pretendim për në cilin Giametti është kundërshtuar. Familja Marzotto, e cila kontrollonte Valentino përmes disa kompanive mbajtëse, duke përfshirë Tridus RSL, PFEC, hoqi arstetet e saj të modës në vitin 2005 për të krijuar Valentino Fashion Group. Nga viti 2007, Valentino kontrollohej nga grupi i kapitalit privat Primera, i cili kishte blerë markën nga grupi Marzotto për €2.6 miliardë. Më vonë atë vit, Valentino dhe Giametti njoftuan se të dy do të jepnin ndërheqje nga kompania në fillimin e vitit 2008. Në vitin 2008, Valentino hapi butikun e tij të parë në King në Pencilo Palace Hotel në Pekin. Deri në dhjetor të vitit 2009, i goditur nga kriza financiare, Valentino duhej të ristrukturonte borxhin e saj. Në vitin 2012, aristokratët e Katarit vlen Valentino për €700 milion përmes një mjedi investimit të quajtur Mayhoola for Investments. Mayhoola i bleu të dyja aksionet me përmisa dhe interesat minoritare të Marzottos. Në vitin 2020, shtëpia e modës njoftoi se nuk do të përdorte më lesh alpaka dhe ndërpreu lidhjet me Malkinin, ferma më e madhe private në botë e alpakave në Peru. Lëvizja pasoi me zbulimin e abuzimit me kafshat brenda industrisë së alpakave. Në ndërtimin e CEO-s së saj, Jacopo Venturini, Valentino doli pa lesh në vitin 2022. Gjithashtu vendosi të fokusohet në linjën kryesore e Valentino, duke i dhënë fund asaj Red Valentino, që synon më shumë klientët më të rinj me vjesht dimër 2023 dhe me sezonin e 2024-s. Në vitin 2021, Valentino miratoi si një model të përbashkët për zgjerrjen e shfaqjeve të meshkujve dhe të femrave për prezantimet e tij. Deri në vitin 2023, ajo e braktisi sërish ato model dhe u kthye në javën e modës në Milano. Tani ju të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e hënë. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymej një shpejtësi mesatare e 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin jugor, ka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 4 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, -2 deri në 1 gradë. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë. Tiranë, 4 deri në 11 gradë. Durrës, 7 deri në 11 gradë. Kavaj, 8 deri në 11 gradë. Elbasan, 4 deri në 12 gradë. Berat, 4 deri në 11 gradë. Korç, -7 deri në 1 gradë. Vlorë, 6 deri në 12 gradë. Gjirokastër, 3 deri në 12 gradë. Sarand, 5 deri në 8 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e hënë.
Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të shkojë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic -2 deri në 7 gradë Celsius, Podujev -1 deri në 5 gradë, Skënderaj -3 deri në 6 gradë, Pej 1 deri në 10 gradë, Prishtinë -1 deri në 8 gradë, Gjakov -2 deri në 9 gradë, Malishev -1 deri në 10 gradë, Gjilan -1 deri në 6 gradë, Ferizaj 1 deri në 9 gradë, Kaçanik -4 deri në 5 gradë, Prizren -1 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë, filloni të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizionsi dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.